Një gjel që ka kupën e botës me tetra si një shqipon, me që janë gjelat e Francës. Ishte një knajsi. Që plotoj veprën e cilë po përpunojnë në trurin tënë, sepse gjithë artistët e kanë shumë... Pyete pak Denise, do na e bëj dhurat nëse bën këtë skulpturën? Po, pa tjetër që po. Po të pyeteta si ti se gjove qaj Po, ta? s'ka gjë. Dëgjoj. Me dëgjimin jemi shumë mirë. Nuk e di kjo do pak kohë në vetë ta mendosh që t'japësh maksimumin tënd, se krijimi nuk është aq e lehtë që ta japësh direkt. Po më pëlqeu që e dha shumë shpejt. Andi po është. Po qenë tema me futbollin mundet. Tema tjerë nuk i ka dhënë dot. Nëse atë kontratën e drejtave të autorit. Ja ku i kemi. Marketingun e kemi këtu në studio. Menaxhim intelektual kishit? Pronësi intelektuale. Po t'ishit në bëjmë pak humor dhe në Shqipëri, tek fusha ignorancës ka më shumë punë. Më kujtua shpreja e bikut tonë për bashkët. Toleranca zero, ignoranca maksimum. Shumë mirë, shumë mirë. Përshëndesim shumë fort. Sa vite ke që merresh me skulpturë? Dhe si nisi dëshira jote për skulpturën? Nga një. Atëherë, gjithë shka ka nisur që në 9 vjeçare. Dhe pastaj pa tjetër që pas zhvillimit të konkursit në lice, u njohëm shumë edhe me të gjitha fushat e artit, dhe pa tjetër që gjeta veten të skulptura. Kam rreth 11 vite që ushtroj si profesion. Paralelisht kam ndjekur dhe modelingu dhe shumë punë tjera, sepse pa tjetër që do eksperimentoj me... Normalisht, do plotësojnë edhe nevojat financiare gjithë është e kuptueshme. Por që po i rri në kokë, ka 7 vite që nuk shkëputen pothuajse fare. Sa vepra numëron në rast se mund të ta kesh parafërsisht? Nuk i numëroj dot. Nuk i numëron dot. Janë shumë. Mirë, ato më të bukur dhe që të kalon bresa, po themi, dhe që ti e shikon gjithmonë me ëndje. Së fundmi kemi vendosur në Bosch, te Carpe Diem, një figurë që gjendet dhe në Francë, është figura e mërgjimtarit, i cili e ka barkun Bosch. Ka shumë shprehim në fytyrë dhe ka një valixhe në dorë që simbolizon gjithë kujtimet që ka ky nga vendi i tij. Dhe pa tjetër që gjithmonë në emigrim barku do jetë gjithmonë në Bosch, se ti je gjithmonë në kërkim të sakrifisë, punë etj. Dhe për mendimin tim deri tani është më e mira që kam. Jo, do thoya Bosch jo, po plot me ujë Shatërvani. Me ujë Shatërvani. Me ujë deti, me që është në det. Pëlqeu, suksese Denisa, suksese. Josel, Franca 2-0 mbaroi, s'ka më histori në kuptimin e... Patjetër, Franca bën detyrën në ndeshjen e parë, e zgjidhi ndeshjen me 2 gola. Ishte një ndeshje e vështirë për të luajtur, sepse edhe lojtarët e Senegalit janë lojtarë që luajnë në kampionatin francez, e njohin mirë